tjetër. Më duke se, jo, edhe Sebastiani foli, po. Foli Sebastiani? Po, foli. Po. Plase Ledio. Aferat e Berishës, gafat e Berishës dhe bullizimet e Ramës. Fushat amerikanë në Katum. Po i fillon nga Sebastiani. Sebastian, si duken gafat e Berishës? Dikush tha, nuk e mbaj mend tani që ai lexon, ky Lela më duket, që është drejtori PR-it apo jo? Ai Fedela po. Ka lexuar shumë, tha. Ka lexuar 1200 faqe. Antinomia e Ndrefugës. Është argument? Shoku Enver mund të ketë lexuar më shumë. Mao Zedong lexonte më shumë. Che Guevara lexonte më shumë. Edhe ata kanë bërë gafa, dhe Enveri ka bërë gafa në një moshë caktuar. Çdo ditë. Pra tani është çështje moshe apo është çështje leximi? Unë mendoj që është çështje moshe. Është çështje lodhje apo është çështje strategji? Po nuk ka qenë gafa logjike, kujdes. Tani, nuk ka qenë gafa logjike ato që ka Berisha, e kam dëgjuar me vëmendje. Nuk ka qenë gafa logjike. S'ka bërë gafa logjike. Thjesht nga shpejtësia për të thënë fjalën minut, lapsusi është gjë tjetër. Është lapsus pra, janë lapsuse. Të shkosh dhe të justifikosh. Lexoj shumë, lexoj pak. Jo, këtë e ka thënë Lela, më shumë si ka. Në rregull, dakor, tani e përmendëm, po japi përgjigje edhe shefit fushatës. Gafat e Berishës i heqin pik Berishës në të fushatat? Jo, nuk i heqin pik. Pse, Sebastian? Sepse Berisha është i vjetër, Berishën e dim të gjithë se çfarë bën. Berisha thot, m'jepni këtë që dua unë, pastaj del bën një protest, pastaj thot unë do bëj atë që do bëj protestën më të madhe që nga 1991, ka një të folur epike. Kjo e folur epike me njeriu e zi, me edin e kokainës, me këtë që vjedh me atë një natë zezë, Edvinit drogës e tjere tjere. Në Qyriku është lule, krahasuar me këto. Drogaxhi, dashnori e këtij, të jo thjesht. Kjo lloj retorike kemi 30 vjet që e ndjekim. Pra nuk ka ndonjërisi. Edhe po të lexosh edhe librin e Zotit Lela, i cili e sjell Berishën në një optik tjetër e tjere tjere. Berisha është një akuzator i mirë, ka një ligjerim epik ndryshe nga Rama që e ka lirik, nuk ka fare poezia aty brenda, është Nietzschean me që i pëlqen Marsidit Nietzsche, ka atë konceptin e mbi njeriut, vullnetit për pushtet, i ka këto, i bën të gjitha për pushtet, e vesh edhe kapelen, edhe e heq kapelen, edhe del edhe si Rama nudo po t'i thonë, i bën të gjitha për këto, ka ditur të ruaj një trajt konservatorizmi të imazhit të tij dhe ka personalizuar fushatën njësoj si Rama. Mere fushatën e vitit 2001, mere fushatën e vitit 2021, mere fushatën e vitit 2025, është po Berisha që thotë se ky Nano është Slobodani, Edi Rama është Vučići, është e njëjta gjë. Pra, dhe po të shohësh me kujdes, Berisha vetes është herë e parë që i vë kundërshtar Edi Ramën. Berisha ka pasur kundërshtar për shembull, deri dje kishte Sorosin që kishte në dorë Amerikën. Më herët kishte Slobodan Miloševićin që ishte më i fuqishëm në Ballkan. Pastaj kishte, domethënë, armiqtë ka shumë dhe siç i kishte Enveri. Enveri kishte kishte imperializmin, kishte revizionizmin. Po le të rinë te gafat. Pra, gafat e Berishës janë lapsus. Të bëj një pyetje tjetër? Këto lapsuse. Le t'i quajmë. E bëjnë më njerëzor Berishën? Po sigurisht. Por Berisha nuk është i vërtet. E bën Qesharak apo bën njerëzor? Nuk është i vërtet, sepse Rama është i vërtet në budallikun e tij. Rama është i vërtet sepse ne e kemi parë në 98-ën ministër kulture. Rama është i vërtet sepse ne e kemi parë në atë gafat, apo lapsuset, apo sharjet, apo çdo lloj gjëje, kur dilte me megafon, pa megafon, dilte me sopat, pa sopat, mes natës, mes ditës, secili e beson që Rama e bën atë lloj gjëje. Dhe në këtë kuptim, prandaj po i thoya edhe Marzitit më herët, si ka mundësi që e votojnë? E votojnë dhe e votojnë. Pse e votojnë? Tani, duhet të kuptojmë një gjë. Ose ky ka qenë në 98-ën, ka ditur... Nuk ishte zgjedhje të ndershme në Shqipëri, tani kujdes. Ajo është bisedë tjetër. Më shumë se ta tjera. Ajo është biseda. Kapja e sistemit është gjë tjetër. Po lexoja një për Orbanin. Mënyra se si Orbani rrin pushtet është njësoj si Rama. Kodi zgjedhor, reforma territoriale dhe faktorizimi i opozitës. Kjo është metoda. Vučići, kodi zgjedhor, defaktorizimi i opozitës dhe reforma territoriale. Mori nga Bosnja Mira Veta, votua në Beograd. Pra është manual, thodi. Pra ky është manual që të vjen nga Putini. E zbaton Erdoani, e marrim edhe ne këtu në Ballkan si nxënësit e mirë të Erdoanit. Në këtë kuptim, gafat e Berishës janë lapsuset e Berishës. Berisha nuk ka risi. Berisha ka një program të mirë, programi i Partisë Demokratike është i mirë, ka një fushat të strukturuar ndryshe nga Rama, është një fushat e mirë që
është duke u bërë. Klasike. Është fushat klasike e personalizuar nga Berisha, i cili ka personalizuar partin, ka personalizuar të gjithë fushatën, ka nxjerr veten me kapele me Laçivitan. Në fillim nuk e kuptuam do kandidonte Laçivitaja apo do kandidonte Berisha për kryeministër, nuk e kuptuam këtë lloj gjëje. Të dy kopjojnë Trumpin dhe askush nuk e di pse të dy kopjojnë Trumpin, kur Trumpi me vërtetë është i suksesshëm, por është për Amerikën, ke suksese të tjera që kanë ndodhur në Evropë. Dërgoj përveç taksat e Berisha vetëm një përballë, vetëm një vëri përballë të dyve. Më futën mes. Vëri Albin Kurtin të dyve përballë dhe të dy dalin fiasko. Pse? Retorikën e ka më të fortë se Berisha akuzatore dhe seriozitetin dhe majtismin e ka më të fortë se Rama, po ta marrim për sa i përket të majtës. Tani vetëm një vëri përballë. Edhe këtu e gjetëm të Albinin i madhi. Po pra, po vëri një përballë. Po thuaj Arlindin mërbur. Po ma Arlindi nuk është politikan kryeministër. As Lapaj nuk është politikan kryeministër. Po të sjell një rangun e tyre. Ata janë të ardhshëm apo e thon? Po pra, po të sjell një rangun e tyre. Policia as bëhen dot tani. Mund të bëhen 2040 njëri e tyre. Kush do e hante në Shqipëri propagandën e Albinit që do bashkoj Shqipërinë, mëse thashë. E hëngrën ata të shkretat që ishin në luftë. Kështu që Albini s'do kishte ardhur deri këtu po të ishte në kontekstin shqiptar. Mos e nxirr nga konteksti, se basier. I mashtroja të jemi një tezë tjetër komplet, edhe sot është aty ku është falas asaj teze që e ka braktisur. Ore, çdo katund ka hilen e vet. Po pra. Flog, para se jap Marsitit. Gafat e Berishës apo bullizimit e Ramës? Sipas teje, cila nga këto të dyja i heq më shumë pik njërit apo tjetrit? Gafat e Berishës i heqin pik Berishës. Ndërsa bullizimet e Ramës jo, thua ti. Bullizimet e Ramës bëjnë defaktorizimin, e than çuna, defaktorizimin dhe nuk do të harrojmë diçka. Rama dhe Berisha janë pjesë e shoqërisë tonë. Patjetër. Pra, gjua që flitet sot në për kafenet e Tiranës, në për familjet shqiptare, në për lagje, në për shkolla e kështu me radhë, është ajo gjuhë që këta dy zyrtarët e lartë tanët, disave jo a kanë mësuar dhe e përdorin nga anë tjetër. Janë përfaqësues. Patjetër, pse çuditemi ne? Pra bëjmë ne sigur, domethënë këtu ke një doktor që i thot kundërshtarit, prokurores i thot lavire, gjyqtarës i thot dashnori e këtij, dashnori e atij, motrës deputetëve, kushdo qofshin ata, ju thot atë fjalën që unë s'po e them sepse nuk dua të na vijama dhe të na marrin qafë. Pra doktori ka përdorur pjesën e fjalëve më të zeza të fjalorit ndaj kundërshtarëve politik. Dhe thënë këtë, shqiptarëve mund t'ju duket normale, në kuptimin e ballafaqimit dhe kontrastit, Çyryku kur gjojnë një kandidat për kryeministër që i thot motrës dikujt fjalën më të zezë të fjalorit. Ti e pranon që dikush i thot motrës tënde ashtu? Që thot doktori... E pranon? Po pra, po pse e normalizon këtë lloj gjuhë atëherë? Nuk po e normalizoj më. Unë po them shqiptarëve, po thua shqiptarët në kafe, shqiptarët në shtëpi. Pse e normalizon këtë lloj gjuhë? Nuk po e normalizoj, po bëj të kundërtën. Po them, ky është kontrasti. Pra, Çyryk është një gjë, Çyryk është një gjë, po ajo që ka thënë doktori ndaj motrës një deputeti, është e papranueshme. Po Fëgert. Nëse unë ty të them në studio, ja ne në studio, ja ta mbyll me këtë se nuk mund të bëhet. Po nëse ka Italon Berisha në Edi Rama për ndetur në pushtet, atëherë kjo i bie që po bëjmë hapa pas apo do bëjmë hapa para, se nuk mendoj që Shqipëria 2030 EBS është ajo që ka Italon zotin Berisha. Nuk jap mendun a jemi mirë a jemi keq. Unë bëj analizën e qëllimeve të tyre dhe unë po të them, ta mbaroj me Sebin, dhe unë po të them Seb. Në momentin që se nuk e them dot atë fjalën që i ka thënë doktori. Mos i thuaj këto fjalë. Po pra, prandaj po them. Pra, mes asaj fjale dhe fjalës Çyryk, buf, knet, më the thash, shqiptarët, me sa duket, absorbojnë të dytën, sepse e gjojnë dhe mes nesh. Pra, në studio televizive, ne gjojmë shumë më shumë se sa Çyryk që i thuhet njëri tjetrit. E vërtet se kjo. Pra po pse? Dhe kjo me këtë gjuhë janë mësuar, sepse ndodh edhe përtej nesh të vendet që ne aspirojmë të shkojmë, që e lëshojnë gojën duke i thënë njëri tjetrit budalla i dobët i mbaruar e më thash. Ndërsa kur i thua ti ke motër pa moralshme tjetrit, aty ke kaluar çdo limit. Tani për gafat e doktorit dy fjali. Doktori me këtë që po bën, të kishte një pasqyrë, të ishte politika një pasqyrë ndershme le të themi,
doktori është në kushte që nuk do donë ta shifte do të vetën kur në këtë farë drejgjeje. Pse? Deri dje ishte e gjithë narrativa e doktorit e fokusuar si mbështetës i Trumpit dhe i shpurës ti, ja kush është përballë Donald Trumpit ton. Një plak i mbaruar që me demencën e tij po lën nam po turpron Amerikën. Sot, për fatin e keq njerëzor të Sali Berishës dhe keq politik të Partisë Demokratike, vetë doktori po pson karmën. Pra karma është e poshtër dhe është kthyer mbrapsht. Dhe sot doktori nëse në 2013 duket shumë më serioz se sa Rama, doktori. Si? Duket shumë më serioz. Unë kam parë një gafë. Pavarësisht nga arsye sepse Rama del i votuar. Serios, çfarë nuk kupton me serios? Kam parë një gafë. Ka më parime. Kam parë një gafë më të bukur. Është më serioz, më protokollar, i njeh rregullat. Nuk shyen. Arian, Si nuk fyen më? Arian, nuk kam parë një gafë. Falë, në qoftë unë ty të them motra jote është, E marr vesh me gruaja jote është, Po çka ka thënë? Nuk e ka thënë ashtu. tekstualisht Taulant Ballës në parlament. Në parlament atë. Erion Veliet, gruaja jote bla 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 në parlament. Jo, i ka thënë. Ka më rënd? I ka thënë për Ramën. Atë fjalor, ai thjesht e pasqyroi atë llumë që ishte poshtë. I ka thënë Rama në tavolinë. Po Taulant Ballës çfarë i tha? Ta them se unë do të. Taulant Ballës E nxorë ti jashtë kontekstit, doktor. Taulant Ballës i ka thënë literalisht. Masi i përmendit bien. Se them Sherin në Po i familje. përmendi të bien ai. Përmendit të bien dhe në familje. Ishte kokë më kokë ndeshje, ishte kokë më Ishte kokë. kokë më kokë, pra, po kush e bën diferencën? E bën ai që thot autike dhe thot më falni, apo ai që thot lavire bulevardi prokurorës, dashnori e dikujt prokurorës tjetër dhe vazhdon me një sekond vlogger, ishte i qartë. Se e nxori nga Marsit Gupi. Në atë kohë Taulant Balla i tha, na ka filluar sheri dhe e kryeministrit, sepse vajza e ka qenë atë kohë për zotin Sabrigodë është bërë ministre dhe do të bëhet dhe vajza këtij ministre. Tash kjo nuk është fyerja. Një sekond. Kush vyrjen moral, më ti thuash të marrësh familje, të marrësh gjatë familjarë, të sjellësh parlament. Por ajo që dua të them unë është me këtë gjuhën që ti thua që është shokuese, i cili ka qenë prezant dhe një gazetar dhe bëhet fjalën për zotin Krasta, në cilën në një tavolinë ku ka qenë dhe zoti Velia me bashortën e tij dhe kanë filluar një sherr midis kryeministrit Rama dhe zotit Krasta, ka ndyrë dhe i ka thënë për çoqen që do i flasësh kësaj atë shprehjen e famshme që ti thua. Sot doktori që Rama i ka thënë Velie që ti thot tani, po me që se ishim të gafat, unë kam parë një gaf tjetër shumë më të bukur çane. Hapni ditë televizorin, te një nga këto kanalet kombëtare të famshme dhe që e bajnë. Gaf është një herë, dy. Kjo është demencë. Kjo është kur Kjo është kur njerëzit duar trokasin për gafat dhe jo për atë që thua. Nuk është demencë. E pesi tallësh ai me tavanin. Thyrën meme më. Kam parë një gaf. Ai po tallej me doktorin. Unë kam parë një gaf. Ai se kuptoi. Dëgjoj, ai po tallej, më e kuptoi ai. Ai ka folur tani në media. Ai e kuptoi që se unë të lash flisja. E kuptoj që unë kam parë një gaf shumë më të bukur, kam hapur një ditë kanalin, te një nga këto kanalet e mëdhaja, cilat janë suportuese të pushtetit dhe neutralizojnë çdo mesazh opozitar, në cilin thoshte Rama takim me gratë e Krujës dhe jepte Ramën që i fliste Pandi Majkos, Taulant Ballës dhe disa burrave të tjerë. Dhe bëri përshtypje ku ishin gratë e Krujës aty. S'kishte grafare. S'kishte grafare. Rama ta dilin që ka shkuar akoma e kam dhe screenshot-a, tregoj më shumë. Jo, po janë gafat e televizionit. Kruj ka qenë Kruj. Domethënë ka arritur deri aty sa edhe burrat i ç'bën dhe i cilson gra. A është problem i vizualitetit të tij si i shikon? Apo është mënyra se si ai mundohet që të imponohet dhe të sekonda dhe fjalën Sebi. Një gaf. Një gaf tjetër që unë kam parë. Mos ngatro, ha? Jo, s'gatrojmë, ta do të tregoj kam flogjet. Mos ndërpresë ndryshe ikën ideat. Jo, po që ti jemi korrekt. Jo, më ja ku i ke. Po nuk kanë rëndësi, shumë ka plot. Jo, po nuk janë. A është kryeministri? Pra ti exagjeron kur thua demencë. Po çana, a është kryeministri Rama takon gratë e Krujës dhe ke Pand Majkos? Një grua është vetëm thon gratë Pandi. Po, është Pandi Majkos është kandidat për deputet, kanë qenë kavaj ata që të kuptohemi. Është kandidati Kavajës. Që jeni këtu se gratë janë. Po jo, pra ishte me gratë Kavajës, më ishte me gratë Kavajës. Ka qenë Pandelia, po ka qenë gaf shumë e bukur ajo. Ishte me gratë Kavajës. Se i ndjekim ne edhe doktorin, të ta them ku ka qenë doktori sot. E ka nis me gratë Rogneri, ka pirë kafe. Po jo pra. Le ta flasim për këtë, është kafe e bukur më të drejtosh Pandeli Majkos si grua dhe çuditërisht aty vinte edhe mballa, nuk foli. Pandelia, nuk foli. Është kandidat në Kavaj Pandeli Majko, o mërsit. Tani, të lutëm. Ta tregova, ja ku i ke? Po pra, është kandidat në Kavaj dhe është me gratë. Po sepse, kjo është kontekst. Mirë, atëre para të... Dhe kështë edhe një gaf tjetër akoma dhe me bukur, kur a i flet, dhe kjo është gafa e gafave,
sikur Shqipëria... Ke fjalën? Për Ramën, sikur Shqipëria është një vend utopik, në cili nuk ka njerëz të varfër, ku rrogat janë nga 3.000 euro, ku energjia elektrike vërshon edhe ne do më thënë nuk e shpenzojmë... Perceptimi është vetëm realitet, por atë perceptim do të krijo. Dakord, jam dakord, po perceptimi që ka i drama është gafa më e bukur. Në cilën ai nuk e pikturon dot dhe imagjino kur krijon një pyll orbital i cili kushton miliona euro brenda kryeministrisë dhe pak metra më atje çan, ke njerëz që flen rrugëve, te zona që mahet zona militare e bllokut. Këtu e kupton që perceptimi i Ramës është gafa më e bukur dhe bravo i qoftë, se Sebi tha se ka mundësi që fiton. Ka rritur që gafën e tij, Marsit, 48% se duhet kam vetëm një merak. Gjeca baza për të mbështetur. Jo, unë jam shumë solid. 48% e njerëzve. Unë mendoj që Ramës vlla do i ndodhi ajo që 48% e njerëzve që ka ndodhur tregimi rroba të reja të mbretit. Nuk mund të jenë budallënj. U do të detyrojnë të dalin prapë nuto dhe do i thonë Samir Jeveshov. Është gjë e më lehtë në botë ti biesh një politikani. Zotrinj. Por pa baza... Flogert. Para se ja fjalën Sebastianit, letë mundohemi të arrisim pak më shumë nivelin e bisedës, të arrisim pak stekën. Do lexoj një mesazh. Dakord? Më dëgjoni pak. Flogert. Lexoj një mesazh. Përshëndetje Çani, më thon. Edi Rama nuk është problemi, është pasqyra. Ai nuk kërkon të jeti mirë, kërkon të jeti fort. Nuk kërkon dëshmëri, kërkon efekt. Dhe ja del. Po ja del, sepse përballë ka një opozitë me moralitet sklavi, që ankohen, që bëjnë moral, që qajnë për fjalët e tij, por nuk kuptojnë thelbin. Ai i kontrollon. Çdo ofendim që lëshon, vazhdon mesazhin. Është një test force. Çdo shfaqje që bën është një operacion psikologjik. Lere celularin, Marsit. Dëgjoj se do të interesojë kjo. Dhe sa kohë ai sundon, më fal, çdo shfaqje që bën është një operacion psikologjik. Ai sundon jo vetëm përmes pushtetit, po përmes perceptimit, siç sapo thash pak më parë. Dhe sa kohë që kundërshtarët i përgjigjen me ndjeshmëri, me moral, me etik, janë të humbur që në start. Sepse në një lojë force, kush kërkon të jeti drejt, shndërrohet në viktimë publike. Ky nuk është duel. Është një iluzion ku mjeshtri komandon dhe sklavi flet për dinjitet. Të fortët bëjnë çfarë munden, të dobtit vuajnë atë që duhet. Historia e luftës Peloponezit, libri 5, kreu 89, Thuqididi, Thukididi, si e doni. Me që da fjala Marsid, këtë po ta shtoj nga ana ime. Ti që njeh antikitetin, Helen, dhe bën shumë mirë, mos do të do bëjë mirë të futesh në real politikën e vërtet, atë realiste. Pra, mos duhet të kthehesh te Thuqididi, Marsit, te raporti forcave. Unë e kam thënë gjithmonë çfarë. Dhe me këtë bisedë do të mbyllim emisionin për sot. Nëse i rikthehemi raportit të forcave, Rama ka bërë pak me fuqinë që ka. I që doni që më të dëgjosh. Nëse i kthehemi raportit të forcave, me sa e kanë mundësinë e tij të fuqi. Ti thua duhet bënë më shumë. Duhet bënë më shumë. Ka 3 lloj liderësh çane. Ka lider të cilët bashkë vuajnë, ka lider të cilët bashkë drejtojnë dhe ka lider të cilët bashkë përçmojnë. Rama bën pjesë të këta të tretë dhe simboli i kësaj është fuqia. Pse? Sepse ai vazhdon bën atë që mundet, ai tjetri vuan atë që duhet dhe ky e shijon bashkë me enturazhin e vet duke i bashkë përçmuar të gjitha. Dhe këtë ne kemi vënë re se si bashkë përçmojnë të gjithë këta njerëzit të dobët që vuajnë atë që duhet, miqë i vjedhin dhe i poshtrojnë, po i dalin përpara, i kërcejnë këngë, valle, është njësoj si ti shkosh dikujt në shtëpi në moment vakije, e ti thosh më nxirr rakin, më nxirr mishin, më nxirr çdo gjë. Tash pishe fund fare ti thosh edhe s'ke për çfarë, do qeshës, se kështu duan. Pra, analiza që bëri Sebastiani pak më parë, që përdori që tha cilat janë 3 shtyllat që e mbajnë Ramën gjallë dhe që mund të fitojnë mandatin e 4, dhe ishin pikërisht ato. Që Sebastiani ja vlendi përsërisë tani. Mund të bëjë ato 3 që the Sebastiani? Shtylla e parë është reforma territoriale, reforma zgjedhore edhe e harrova tretë, nuk e mbaj mend. Po, mos dosha ke harruar dhe një shtyllë të 4, që tani është më aktuale se kur? Reforma ndërrisi, SPAKU, ashtu quhet reforma ndërrisi? Po, ajo është atributi i pushtetit që ka, domethënë, duhet kuptojmë një gjë. Ajo që lexove ka një binom shumë interesant i cili tregon simptomën nga i cili vuan ky trup politik që kemi. Pushtet perceptim. Pushteti ka qenë gjithnjë perceptim. Aktualisht që flasim, pushteti përveç perceptimit ka dalë dhe po e shfaq veten në formën më spektakolare. Kontrolli që tenton të bëj pushteti ndaj të gjithë trupave
në Republikë shfaqet me anë të patronazhimit. Pra patronazhimi në vetvete, që bëhet publikisht nga kryeministri ose nga qeveria, tregon se si ky i disiplinon të gjithë trupat. Pse është kaq disiplinues i madh kryeministri? Pse kërkon të jetë edukatori i madh, po të marrim një term nga filozofik, të jetë edukatori i madh? Sepse është piktor. Piktori luan gjithmonë me kontrastin e ngjyrave. Piktori gjithmonë do i disiplinojë ngjyrat. Edhe ajo që duket si abstrakt, edhe ajo që duket si absurde, është pikrisht një piktor i cili i vendos aty kudo si do të gjitha. Ai pastrehu që qëndron, që tha Marsidi, që qëndron përballë diku tjetër aty afër kryeministrisë, është pikrisht në telajon e madhe që ky është duke pikturuar. Është gjithmonë duke pikturuar një telajo. Pra, tensionet e ngjyrave të një piktori janë gjithmonë kuadro e madhe që ai është duke pikturuar. Ç'është një doktor? Një doktor është një trup asimptomatik. Një trup asimptomatik që nuk shfaq as edhe një lloj dhimbjeje. Ky është populli shqiptar për Berishën. Ai thjesht ka vajtur për ta kuruar. Do të ul taksat, do të ngrej taksat, do të ul pensionin, do të ul tensionin, do të ngrej këtë, do të ul atë. Ky është një doktor i cili e ka humbur kënaqësinë dhe pasionin e profesionit të tij. Është thjesht teknik. Teknikisht po kuron dhe po operon një trup. Ky trup i cili është me metastaza kancerogjene, ky trup i cili ka probleme shumë të mëdha brenda vetes, ky trup i cili ka shfaqur të gjitha simptomat e veta, ky trup politik që ne kemi ku jetojmë këtu sot e kësaj dite. Doktori thjesht ka marrë stetoskopin dhe thjesht po thot, dëgjoj, ka pak probleme këtu me kriminalitetin dhe unë do të shkrij spaku, po do të bëj një reformë tjetër. Këtu ka pak probleme të tjera me këtë. Mos të gjero. Ai thotë ky është narkoshtet. Po e them në një lloj forme. Po pra po doktori dhe Rama janë pjesë të njëjtit trup politik. Është perceptimi i pushtetit që kalon vetëm nëpërmjet këtyre të dyve. Nuk ka as edhe një pushtet tjetër për te doktorit dhe nuk ka as një pushtet tjetër për te Ramës. Sa dyshon atë? Kjo është çarja që bëhet. Në qoftë se arrin të bësh një çarje në perceptim, një çarje në perceptim është një botë tjetër që hapet. Është e piktura e famshme që ka vetëm një çarje dhe piktori shkon në fund fare dhe e çan telajon. Është telajoja e çar. Çfarë është ajo? Se gjithë thonë është një kot, është një absurd e tjerë. Kjo është çarja në perceptim, çarja në imagjinat. Dëgjoje çanin, dëgjoje këtë tjetrin, dëgjoje edhe këtë tjetrin, dhe kjo është çarja në perceptim dhe në imagjinat. Këto manekinët që ke ti është e drejtë ajo që thua ti që nuk flasin, sepse asnjëri prej këtyre nuk krijon botë, asnjëri prej këtyre nuk ekziston në botë. Këto thjesht kullosin. Kullosin më kullosin. Këto thjesht kullosin. Rama është edukatori i madh dhe secili nga ne është pjesë e lajos së Ramos. Berisha është kirurgu i madh i cili vjen dhe heq dhe vë organe. Nuk ka çarje në imagjinat. Është një perceptim, një pushtet ku të dy këto janë krahët e të njëjtit trup politik. E vetmja gjë që e shpëton është një perceptim i ri, është një imagjinat e re. A do e japin dot partitë e reja? Rama është i stresuar për këtë lloj gjëje, sepse në telajon e tij që e ka pikturuar mirë, ku në një krah është doktori dhe në krahun tjetër është vet, ky mban PD-n dhe ky mban PS-n, ky ka formën refraktare të PD-s dhe ky ka formën totale të Partisë Socialiste, në këtë pikrisht në këtë telajo të madhe po dalin ca filiza të rinj dhe tonaliteti që ato kanë, mënyra se si ato artikulojnë, mënyra se si ato e zhvendosin vëmendjen, mënyra se si ato e ndërtojnë perspektivën, mënyra se si ato e ndërtojnë ligjërimin e tyre, bie totalisht ndesh me mënyrën se si e bën Rama. Do të duket i ri Rama me të gjithë klishet që thot, është thjesht klishe. Ndaç dil me brekushe, ndaç dil pa brekushe. Ndaç dil aty në majt piramidës, ndaç mos dil në majt piramidës. Është thjesht klishe. Askush sot që është 40 vjeç e poshtë, 35 e poshtë, askush sot nuk kalon më në atë ta quaj një njeri të madh. Faleminderit Sebi. E me gjera fjala e Sebit. Kablogrami Rama versus Berisha i Amerikanëve me titullin Nuk ka fund, viti 2009. Për të aktualizuar, këtë që dëgjohet nga Sebi. Kthehemi për të kuptuar çfarë po ndodh tani. Ngërçi aktual është kablogrami që i dërgohet Washingtonit. Nga ambasada amerikane atë kohë ka qenë ambasadori Withers, më duket apo. John Withers. Ngërçi aktual është një rezultat fatkeq, por i pritshëm i kodit zgjedhor në 2009.
të miratuar afro një vit më parë, në 2008, në marrëveshjen Berisha-Rama. Ju mbahet më të besoj, Flogert. Patjetër që po. I cili në mënyrë efektive lë jashtë loje pothuajse të gjitha partitë e vogla politike në Shqipëri dhe krijoi një sistem de facto me 2 parti. Por për shkak se Rama dhe Berisha dominojnë aq shumë partitë e tyre respektive, Shqipëria është ndërruar në praktik jo në një sistem me 2 parti, por në një sistem politik të 2 burrave. Dakord? Ku e gjithë struktura mbahet peng nga tekat dhe emocionet e Sali Berishës dhe Edi Ramës. Withers. Janë fjalët e Withers, të ambasadorit Withers në 2009 që i dërgon oficerit në Washington. Në atë kohë ju kujtoj të gjithëve që këto ishin sekret. Pa këto nuk dilin publik. Sigurisht, kontributin e madh e dha thuaje. Kablogramet e Wikileaksit. E Wikileaksit. Si quhej ky? Julian Assange. Në atë kohë biles Withers edhe Arvizue kanë quajtur dhe Berisën mbushteti. Më thuaj çfarë ka ndryshuar? Çfarë ka ndryshuar? Pra, a është skema dyshe? A janë 2 veta? Mos vazhdo më sipër pas e i sakt fare. Tani, të mbyllim të emision me Flogertin dhe Marsidin. Sepse pyetja që do i bëj tani Flogerti që mos rrim përsërisim njëri tjetrin është kjo. Që mos bien përsëritje është kjo. Ore, përveç Spakut, që pritet të një lojë herët avon, kush mu ta mundi këtë përbindesh politik që quhet Edi Rama, Allah? Si pas e Flogert? Edi Rama. Vet ai? Vet ai. Bravo. Pse? Dhe pas të jetë të marrë fjalën direkt. Fakti Marsidi dhe Sebi. Po, fakti që ai Po kjo pyetje, pa u futur në Fakti që ai del akoma mbi të tjerët dhe fitues vetëm, do të thotë që ai po e superon edhe veten e tij, që ka të bëjë me menaxhimin e pushtetit madh dhe menaxhimin e burimeve njerëzore dhe rishpikjen e vetes. Se këtu kam dhe se pyetja jote korrespondon dhe me qasjen, perspektivën tjetër që kam në raport me Sebin. Pra, për te organizimit partisë që e ka shumë të mirë se janë dhe në pushtet. Për te komunikimit mirë që ka të bëjë me rishpikjen e vetës që Rama arrin të rishpik vetën në çdo moment. Është një lloj kameleoni që përshtatet me çdo lloj terreni që është dhe mbijeton. Për te opozitës që është në ditën e saj më të dobët në kuptimin e leadershipit dobët, e përçarjes saj e kështu me radhë, duhet të themi dhe që të vegjëlit që kemi në fush janë thjesht dekor. Dhe nuk janë ata që mund ta mundin Edi Ramën. Për shkak të strukturave që ai ka, për shkak të pushtetit që ai ka, për shkak të narrativës që ai përdor, për shkak të sistemit elektoral që bijem gjithë dakord, dhe i vetmi moment kur Edi Rama mund të bjerë, është kur Edi Rama do vetë kënaqet. Pra ti thonë, nuk është Spaku që mund të rrezojë me një marrje në me një fillim e timi. Të duket e pamundur kjo. Jo, sepse Spaku nuk ka që bën sot që flasim. Pra ti dakord me tezën time që gjysmën e humba unë. Sa thoshe Arion Velia dhe Edi Rama nuk preken. Gjysmën e humba. Jo, gjot. Tani kam bërë kjo gjysma tjetër që po rezistoj pak. Dhe unë vazhdoj të them që nëse ka njëri që nuk preket në Shqipëri nga Spaku, nga këto drejtësi, është Edi Rama. Je dakord me Më këto? duket e vështirë, e kam diskutuar dhe me Marsidin dhe me tjerë, ligjërisht vetëm në raste të një flagrance se ku diun se çfarë, që Rama të arrestohet e mësetash. Nuk thash të arrestohet. Jo, të hetohet e ku diun se çfarë. Pra, vetë pozicioni që mban, që vendimet që merren janë kolegjiale, janë një lloj garancie edhe për doktorin për çështjen që ka. Për shkak Po me që ju bë doktori them apo janë çështje kolegjiale, after, pas ikjes. Ti thua kur mos jetë më kryp. Pas ikjes, Pra, nëse nuk pranon të ikësh, Pra Flogert, ç'duhet të ikësh. çdo njeri që ka kokën e vet mbi të gjitha dhe pastaj kokat e tjerëve, secili të duar për një kokë janë apo jo. Patjetër. Bijem dakord bashkë që Rama do bëj gjithçka që sa të jetë në këtë jetë, mos përfundoj Unë i besoj Edi Ramës vetëm një fjali që ka thënë. që Nuk e di se kur, por që do ndodhi ashtu jam i bindur që do ndodhi dhe ne na dhënë Zoti jetë që t'jemi dhe ta konfirmojmë. Edi Rama nuk do iki kur të mundet, Edi Rama do iki si fitues. Këtë ja besoj. kjo është Në 2033, nuk ka rëndësi. 2037. Kur do që tjetë, pra në momentin që Edi Rama do ndjej vdekjen e tij politike, që në 2037 mund t'i humbas zgjedhjet. Nuk është kjo tani 11 maj thua ti. Jo, jemi larg. Kemi edhe 2029 që të shkojmë te 2030 në Europë, pra ai nuk po punon për mandatin e 4.
Po më për të 5-in, për të 6-in, e kuptova. Për të 5-in, nuk po them për të 6-in. Po këtë Europës i thua, e beson dhe vetë Rama, kur thotë që Shqipëria do hyrë në BE në 2030? E beson, jo sepse ne do kapim nivelin e jetës... Tash nivelin e jetës, më jo, të bëhemi pjesë. Për shkak të shumë konjunkturave dhe për shkak të raporteve që ky mund të shtrydhi... E beson vërtet? Për shkak konjunkturave po. Për shkak konjunkturave po. Nuk thash e meritojnë apo jo, mo? Për shkak të konjunkturave po... I thua, do e arri këtë datë. Dhe Drama duhet të themi një fakt. Kur ndodhi fjalavjen tërmetit, kujtohet? Shkoj atje në Bruksel, u ushtri atje, nuk e di ç'bëri atje, dhe arriti të siguroj ato para që duheshin për ndërtim. Pra ai kur është puna për të shkuar dhe për të lutur për një gjë që do, qoftë dhe për egon e tij që ja dola, e menaxhova këtë krizë, bëra emër të mirë, ngela në histori, ai shkon dhe zvarritet atje dhe shtrihet atje në tokë për ta marrë atë gjë. Duke dëgjuar ty mua tani realisht ka filluar të më vi keq që këta të tjerët që janë rreth rrotull ti po janë nxin faqet e shkretit. Jo, unë po them çfarë bën ai për të kënaqur egon e tij. Atë jam duke thënë. Egon. Egon, po egon dhe lavdin e tij pra. Egon, patjetër. Ai do të mbesë në histori. Komentoj që ta të tjerët që hanë kumbë dhe darda pa ditur gjë ai, të vjen keq për Ramon valla. Jo, ai për te këtyre, për te ironive, ai unë mendoj se duke njohur aq sa mund ta njohim ne nga diskuri dhe nga aktet e tij politike, Edi Rama është një manjak i egos tij dhe emrit tij në histori dhe nuk do lejoj në asnjë moment që emri i tij në histori të përfundojë si çdo emër tjetër që qeverisi 8 vjet dhe humbi në 2005 në Fatos Nano dhe iku në Austri. Emri i tij është që ai do bëj diçka ndryshe. Për shembull, mbylli negociatat me Bashkimin Evropian. Nano po të përbën se Nano është modeli për mua më i mirë që mund të ekzistojë. Se ku iku pastaj iku në Austri apo në një Tiranë. Ky zotri do që Nano është brillant, nuk arrihet Nano, është një lart. Ky do të jetë Ismail Qemali ngriti flamurin, Edi Rama ngriti flamurin shqiptar në Bruksel. Po kujdes se Ismailin e helmuan më duket. Dakord, po ky do që të jetë në flamur ngritësi i dytë, jo në Vlorë, po në Bruksel. Dhe ka ego të tjenë personali, unë them që ai për këtë jeton politikë. Pyetjes time që kush mund të arrëzoj Edi Ramën? Vetëm Edi Rama. Jo s'paku thua ti, jo asi kundërshtar. Jo, vetë mjaftueshmëria ose vetëkënaqësia, rënja në vetëkënaqësi, në atë moment Edi Rama është i rënë. Këta tjerët janë dekor. Do ta marrësh fjalën i fundit për antikitetin apo ta marrësh Sebastiani, se do e mbyllë emisionin tani. Flogerti mbaroi kohën e vet, sa më debat. I arkitekti. Mos është arkitekti, vajte ora 23:30. Dakor? Le në fund se do kesh një shembull nga antikiteti. Po. Për të na thënë se si mundën liderat të mëdhenj vëlla, udhësen ndonjë. Ç'na mëson antikiteti, na duhet kjo marrësi të lutem. Se këtu do jemi prapë do flasim. Sebastian, është një pyetje për ty vëlla. Bazamenti i fuqisë po e marr në dy kahje. Oligark, krim, media, Bashkimi Evropian, ndërkombëtarët. Oligarkët, të cilët marrin tenderat dhe udhëzojnë të gjithë linjën e pushtetit e udhëzojnë te Rama. Krimi organizuar i cili merret dhe futet në parlament, mediat kapura të cilat derivojnë të gjithë linjat mbi të cilat zhvillohet debati publik, dhe ndërkombëtarët të cilët vdesin për gazetorin ton, për kryeministrin ton, sepse nuk e dinë se çfarë ndodh, por sepse duan stabilitet. Këta miq tanë dhe aleatët e ngushtë që ne i kemi, që na sjellin pafundësisht emigrant që nuk i duan ata dhe na i sjellin ne. Pra kombi i madh i azilantëve dhe i gasjellësve dhe i tupsjellëve dhe i nafsjellësve jemi ne. Pra ne jemi ata që një ditë do të ruajmë të gjithë azilantët që na sjellin vendet aleate dhe do të ruajmë të gjithë tubat me pushk që do të kalojnë për të çuar naftë dhe flori nëpër vendet e Bashkimit Evropian. Këto jemi ne, kopshti shkëmbor, buza Adriatikut. Tani çfarë ndodh? Pse fara nuk çel lule? Pse kjo farë? Domethënë, kemi 35 vjet, 335 vjet, 3335 vjet, hedhin farën, nuk çel lule. Nuk mbin dot. Hedhin farën, nuk çel lule. Për të hapa para. Si ka mundësi? Kullat janë bërë shumë lart. Jo kullat më për çdo gjë. Si ka mundësi Floger? Po edhe doktori më ka bërë punë të mira Si ka mundësi në 3300 vjet, 3300 vjet, 3335 vjet. Ty po të mos të pëlqej ti do kishe ikë. Si ka mundësi? Je konflikt me ato që thuam me ato që bën. Sekond, Maleta përfundoi idenë time. Si ka mundësi? Ti ishte kaq ky e çoi në kohën e Skënderbeut, ky do kishte ikur tani, do ishte në Siçili. Po si ka mundësi që në kohën e Skënderbeut nuk e pushtove ti perandorinë osmane, po të pushtoi ty perandoria osmane? Sepse logjika që ti ndjek është po je kundër aleatëve, ti dhe Albini jeni sovranistë, unë e di.
Po nuk është ky argument për t'i rënë çdo kujt, pra mund t'i biesh Pashit, po jo Ramës. Lër ta përfundoj. Se nuk është një lloj. Mbaroj se nuk kam më debat o Flokres se s'kemi kohë. Nuk Edhe tani në fund për dreq. Po ne di këtë më. Nuk më fut në ngërç dot pro apo kundër amerikan. Nuk kam as edhe një lloj kompleksi të qenit pro apo kundër amerikan. Pa aleat, nuk kam as një lloj kompleksi. Komplekse kam vetëm ndaj vendit tim. Këtu jetoj, këtu rris fëmijët. Po të jetoja në Francë, po të jetoja në Gjermani, po të jetoja në Amerikë, do bëja në jetën reale. Ke shokë miqti apo jo? Po një sekondë. Unë të konsideroj mik ty. Ajo që ai po flet për ide tani. Për ide pra po them dhe unë. Jo, po i them në jetën tënde ke miq e shok. Po jo pra, është një lloj dhe me shtetet. Nuk funksionon që unë tani jam vet Ali vet ka di se e kemi provuar 45 vjet atë. Pëlemët, 6 ditë bukë pastaj. Po ç'është kjo? Janë po këto ndërkombëtar që thonë zgjedhjet janë shumë të mira, pastaj thonë zgjedhjet janë shumë të këqija. Raporti ose BE Odirit, zgjedhjet janë të mira, pastaj zgjedhjet janë të këqija. Janë të gabueshëm dhe ata. Pra një sekondë, janë të gabueshëm, janë të gabueshëm. Kjo strukturë ndërkombëtare, kush e rrezon Edi Ramon? Nëse nuk është Spaku. Ne do ta rrezojmë Edi Ramon. Kush ju? Ne. Vetëm ne mund të arëzojmë. Po kush ju? Rama do të ri, jo 1, po 131. Jo 131, 131.000. Pse e them këtë lloj? Kush ne për tani? Të lutem, mos ta. Vetëm këto qytetarë që banojnë këtu. Pse po e them këtë lloj gjëje? Sepse ne nuk e rrëzuam dot Enverin. Mendimi ishte i thjesht, je pro apo kundër Enverit, nuk ka të mesme në këtë mes. Je pro apo kundër Berishës. Asnjë prej atyre dyve që dalin televizor nuk mund t'jesh me ato. Pse? Se duhet t'jesh o me këto o me atë. Pra, është thjeshtimi i mendimit. Jo të thjeshtëzosh një mendim dhe të japësh sa më thjesht. Thjeshtimi i mendimit. Pro apo kundër. Kishim dikur ushtrin kot Enverit ne? S'na duhet me ushtria fare. Pse? Than amerikanë, nuk duhet me ushtria fare. Po duhet për luftore, se një ditë duhet ushtria. Nuk duhet për fare ushtria. Ky është thjeshtimi i mendimit. Pro dhe kundër. Bardhëzi, keq mirë. Ky është thjeshtimi i mendimit. Raportin e forcave që e thot vazhdimisht Çani, harrove. E dyta, po një sekondë. Militarizohu sa duash ti fati 3 milioni. Raporti i forcave. 3 janë çiksi shumë. Ti nuk militarizohesh për Kinën, njerëzit ti militarizohesh për rajonin tatë. Nuk do bësh luftë me Amerikën. Po le, Flo, e kupton tani që nuk e mbaron dot mendimin e kësaj. Po është debat tjetër. E dyta, mungesa e mendimit. Është mungesë mendimi totalisht. Çfarë është mungesë mendimi totalisht? Kush e rrezon? Kush e rrezon këtë që ka fuqi? Kur ne të themi që kur ne të bindemi, ne për kë ke fjalën? Se neja nuk ekziston, Sebastian. Populli mër, po ekziston popull. Po e pra. Shko, populli nuk ekziston. Ekziston narrativën tonë, por nuk ekziston në vetvete. Ekziston individët. Populli është një masë amorfe. Nuk ka asnjë populli, diku ekziston vëlla. Arlind Qorri, Adriatik Lapaj, Endri Shabani, Agron Shehaj, Enkeleda Libeaj, shumë emra po. Dashamir Shehi. Unë thashtë rjetë ato të dy të parat. Okej, vetëm ato të dy të parat. Ato të dy që nëzorëm, Arlind Qorri dhe Adriatik Lapaj. Struktura psiqike që ato tentojnë të ndërtojnë për një perspektiv të re, jashtë kësaj forme klasike, të një mendimit të thjesht, të një strukturë ndërkombëtare që i do këto të dy sepse këto o e shkatrojnë o bëjmë vetëm këto qetësinë. Të një mungesë të moralit që këta të dy si palë shfaqin, të dyja si palë shfaqin mungesën e moralit, të dyja si palë shfaqin mungesën e mendimit, të dyja si palë shfaqin mungesën e politikës, sepse nuk kanë asnjë kriter as për mikun, as për armikun. Nuk kanë asnjë kriter. Dhe kjo strukturë ndërkombëtare sot, e cila kishte një gjysmundësie që të arëzonte kryeministrin Edi Rama, kjo nuk arëzon. Apeli i Berishës për ta sjellë të gjithë betejën, sikur është Trumpi atje kundër Sorosit këtu, nuk shkon. Pra nëse kuptova mirë gjithë të narrativën tënde, ti thua do rrezojnë këta dy përfaqësues që janë kundërshtar me njëri tjetrin. Tik Lapaj dhe Arlind Qorri. Vetëm këto rrezojnë. Iku është e qartë. Marsit për ta mbyllur tani këtu Flogert dhe Sebastiani nuk kanë më kohë. Flasin. Ç'na mëson antikiteti? Kush mund të rrezojë një përbindër si Rama? Në antikitetin grek, për të dhënë përgjigje kësaj pyetje, kanë qenë dy shkolla të mëdha. Shkolla e parë, shkolla e cila lindi me Sokratin, u pasua nga Platoni dhe më pas, si thua, u konceptua dhe u përfundua në një vepër madhore politike nga Aristoteli. Sa bukurit e niveli tani, pyet nga Flogert e Sebastiani, bante Marsilli fund me antikitetin, rritet niveli lart. Dhe fritet steka. Dhe shkolla për Ballcaj ishte shkolla. Jo është orgazma televizive që u kam thënë pasere. Ishte shkolla Protagorës. Sokrati, Platoni dhe Aristoteli ngrinin pyetjen çfarë është e drejtë. Ndërsa Protagora ishte në avantazh ndaj këtyre sepse nuk ngritet pyetjen çfarë është e drejtë, po çfarë funksionon.
Sepse Protagora pretendonte që masa e gjithçka është njeriu, dhe jo Zoti ose virtyti ose parimi. Sokrati, Platoni dhe Aristoteli besonin te disa principe që quheshin virtyte, të cilat ishin simbolit të drejtës, të mirës, të bukurës. Ndërkohë që jo, Protagora tha që e përcakton vetë njeriu, çfarë është e drejtë, çfarë është e gabuar, çfarë është e bukur, çfarë është e shëmtuar, çfarë është e shijshme dhe e mirë, çfarë është. Ma kontekstualizo tani këtë. Tani, për të mundur Ramën, po ashtu Protagora ka thënë dhe një fabull shumë të bukur e cila është marrë nga shumë seriale, po e quhet Miti i Protagorës. Protagora ka qenë dhe avokat, që në atë kohë ishin sofistët, cilët dilën dhe mbronin këdo në çështje të ndryshme, dhe ai mësonte edhe retorikën përpos gjithave. Protagora thotë që është një shpatë thot në mes, dhe shpata simbolizonte pushtetin. Dhe janë mbledhur 3 njerëz sot ai. Një aristokrat i pasur, i cili e din të gjithë që ka para, një drejtues thotë, një polisi, i cili simbolizonte mbretin ose monarkun, ai që drejton, dhe thotë gjithashtu është edhe një prift, i një besimi mistik, teologjik që ka qenë atë kohë, pra sepse njerëzit ishin mitologjik, i cili ka pushtet tot mbi shpirtat e njerëzve dhe mbi besimin e tyre metafizik. Cili nga këta të 3 e merr shpatën. Dhe gjithë studentët e tij jepnin përgjigje ky sepse ka para ose i thoshte ky sepse ka pushtetin, një tjetër thoshte ky sepse i kontrollon shpirtin. I thotë ai asnjëherë s'është e vërtetë. Shpatën e merr ai që beson që mund ta marrë shpatën. Kjo është e gjitha. Kështu kjo gjë vlen për gjithë lidrat. Ramën e mund ai që beson se mund ta mund. Si janë narrativat sot, po ta vëmë re. Berisha thotë që Rama ka bandat, ka krimin, ka këtë. Pra në narrativin e tij ai thjesht tregon një mosbesim ndaj vetes tij që e mund. Lidrat e rinj, do na blejnë votën, do na bëjnë këtë, do na bëjnë atë. Ramën do e mundi çan ai që beson që e mund dhe narrativin e tij do e bindi popullin ta ndjekë sepse sepse njerëzit ndjekin, turma ndjek. Turma nuk ka kod mendoj. Turma ka kod veproj. E dini pse i fiton Zjedh Orbani ka thënë thjesht një narrativ me 4 fjali. Janë bie një pemë thanë mes të rrugës. 6 burra tha fillojnë flasin se si duhet ta lëvizin pemën, 6 burrat e tjerë tha e marrin pemën e heqin nga rruga. Unë bëj pjesë e këta 6 burra. Këtë do të bëj një nga rruga. E kuptova. Kjo është e gjitha. Ora është 23:39 minuta. Duhet të kujtoj të gjithëve se ne do jemi sërish të premten me një sondazh, me sondazhin e 3 nga Sonketa. Para se të ikim sonte, siç ju kam premtuar, nuk do të them ikni jashtë, të gjithë juve që jeni zhgënjur nga ky vend. Nuk do të them as ikni në Kosovë, thjesht do nxjerrim atë qenin thjesht për t'ja rikujtuar. Nxjerrim qenin e rrugës që është pa të zotë dhe që pret dhe ai bashku me kalimtarët e tjerë, me humanët që të kaloj vjet e bardha, por kur hapet semafori i jeshil. Po para se të vimit ai moment, dua t'ju kujtoj vetëm një gjë. E di sa afro është dot, më bëj çik zoom të vogël. Pak fare le dio, atje. Dëgjoj me vëmendje. Kur e vjetra nuk po vdes ende, dhe kur e reja nuk po lind ende, pra kur bota e vjetër nuk po vdes, dhe kur bota e re nuk po lind, a e dini kush në qeveris? Përbindëshat.